Unë mendoj që e keqja të vjen nga vetja dhe e mira të vjen nga Zoti. Kjo është një filozofi që e kanë të gjithë besimtarët, por Rama mendon ta kalojë me marifete këtë punë. Kjo punë do të devotshmëri. I them drejt për drejti, lidh sa të duash nyje të kuqe në kyçin e dorës djathtë, nuk do të shmangësh dot atë që ta ka shkruar i lartë dhe atë që po shkruan vetë me devotshmëri. Me marifete nuk shmangesh dot. Zoti ndon njerëzit nga devotshmëria. Të provoj me pushtet, patet mundësi pakufishme dhe në fund fare nuk e pranon dot që ky mund të jetë fundi. Pra të dalësh nga politika me një fund të tillë. Shtoj sa duhet, i çoj deri këtu mbrojt, i çoj ato nyjet e kuqe. Po nuk patë devotshmëri. Po nuk ja patë me hile edhe vetes, familjes, Zotit, aty ku nuk shojnë, nuk ka nevojë të lidhësh nyje të tilla. Kështu që në filozofinë time si shqiptar edhe si besimtar, unë i bie dalë nga rruga e Zotit nëse unë nuk i gjendem familjes time, vendit tim, të drejtës pronësisë, drejtës besimit e tjerë. E të mos harrojmë se ajo Europë ku do të shkojë zotëria dhe bashkimin me këtë Europë nuk mund ta bënin për kontributin e padiskutueshëm edhe të pamohueshëm, po dhe pazëvendësueshëm të besimit edhe Vatikanit. Kështu që ajo Europë u konceptua si një klub katolik në vitet 70, që mezi i lëshoi vend edhe protestantëve të Britanisë, sot është hapur dhe për ne. Për arsye të gjeopolitike e tjerë, pasi jemi në atë korridorin e zonës pivot, që fillon nga Balltiku në veri dhe mbaron pothuaj në Izrael, ku ne përfshihemi, dhe ku ne na duhet thjesht të jemi në minimumin e standardeve të parë, po jo në këtë mënyrë. Të shkojmë në Europë, të qerollëpsur me parallën europiane, por ndërkohë përfundojmë si kokoshi një thelë, domethënë, pa dhe ne nuk ngrihemi vetëm për zogj, pra është gjë humane që ti ruan edhe habitatin e atyre zogjve që janë të paaftë ta ruajnë veten e tyre, pra se janë fundit nuk janë njerëz, janë pre e politikave dhe babëzive të ndryshme, jo më pasaj që unë çojmë mbi të gjitha për habitatin e shqiptarëve, që kemi kaq kohë që ja kemi mohuar shqiptarëve. Pra këtu është thelbi. Do ketë më Shqipëri apo s'do ketë më Shqipëri. Dhe gjithmonë i kam shuar ide si shqiptar duhet të çohen përballë, ja se e thjesht. Dhe mund të ishte një nga motot e kësaj proteste, një për gjithë, gjithë për një, solidarizuar rreth të mirës, përbashkët, kundër të keqes, të çfarëdo lloji, edhe aty ku duket sikur është jo e përbashkët. Çdo e keqe po tolerua bëhet e madhe, do të bëhet armike përbashkët. E të ndahen. A duam në Shqipërinë apo se duam në Shqipërinë? Sa janë personat e devotshëm, çfarë i kanë dhënë dhe çfarë i kanë marrë kësaj Shqipërie. Kështu që mendoj që përballë të realitetit çdo retorikë është e varfër, bile është edhe në një nivel, domethënë, për të ardhur keq, që ne deri tani pas kemi qenë drejtuar apo po drejtohemi nga niveli më i ulët i etikës politike. Avokat, si e mendoni të ardhmen e kësaj proteste dhe në kuptimin që a besoni që do ketë një rënje të qeverisë së zotit Rama? Në përballjen time personale, që kam nisur mbi 10 vjet përpara, tani njerëzit gjejnë kudo gjejnë motivin e tyre. Unë i kam thënë vetes pa pushim mos u lodh. Të mos lodhen. E keqja e simbolizuar me shejtanin asnjëherë nuk lodhet. Dhe shejtani është shumë punëtor për që punon 24 ore 24, por për fat keq punon për keq. Ne nuk duhet lodhur.
Pra njerëzit kur janë devotshëm, janë tani që janë të vetëdijshëm dhe e kuptuan që i kanë marrë 2 fitoret e para. Pra kanë marrë 2 fitoret konvencionale kanë marrë, po kanë marrë dhe fitoren e tretë, simpatinë e gjithë shqiptarëve. Kanë ulur kokën tani. Ortaku i Ramës, Berisha, foli me përbuzje edhe i acaruar bashkë me çimin e Pekës për ata që sulmonin investimin, tani po kthejnë rrugë. Ti qëndrojnë besnik i des parë. Dhe i bie që qëndrojnë besnik vetes tyre. I qëndrojnë besnik një proteste të pakomprometuar dhe të mos gënjejnë rrugës. Të gjitha parollat i kanë të sakta, të cilat janë filozofi në vetvete e protestës, që i ka pranuar dhe opinioni, dhe që po e forcojnë. Protesta, fitoria është që populli, jo vetëm i Tiranës, po i Shqipërisë, po dhe populli shqiptar kudo jashtë, po dhe opinioni ndërkombëtar, është pro tyre. Janë kaq shumë në qendër vëmendjes sa të mos mendojnë se po nuk mos shohin a i vlerëson qeveria apo jo. A i vlerëson Romeo apo jo, a i vlerëson Guri apo i vlerëson Berisha. Të shohin që gjithë opinionin ndërkombëtar po i ndjek dhe po i vlerëson. Dhe ta kuptojnë mirë që do të japin dorëheqjen patjetër, se kanë futur mbëla dhe njerëz tjerë. S'mund të marrësh familjen e presidentit të Amerikës e ta futësh në këtë lloj llumi këtu. Ta futësh duke garantuar që do po e fut në një biznes edhe ti dalin këto probleme. Aq më tepër që në Amerikë janë zgjedhjet e midtermit. Dhe ajo kosa atje do të bi çomang e kokës këtyre që guxuan të lozin kështu. A e kanë bërë me vetdia apo pa vetdia, unë nuk e di. Po është një kosa që nuk i duhej asaj familje atje. E dyta, qeveria është rregullatore apo është menaxhere e biznesmenëve privat të huaj apo shqiptar, të djallosur apo pa djallosur bashkë. Në këtë kuptim del natyra e vërtetë e qeverisjes. Një qeveri që ka kapërcyer rolin e saj dhe që është kthyer në biznesmene e jashtëligjshme, por që me forcën e pushtetit imponohet zhbërjes Shqipërisë. Të marrim gjithë me resort ne, ku do jetojnë shqiptarët? Resort tu, resort aty, me gard tu, gard aty, ku janë? Tani do t'i kthehemi fort edhe asaj që është bërë në Lezhë, se ky hodhi poshtë dhe atë që është bërë në Lezhë në raport me partnerin tonë italian. Mënyrën si pas e vepruar, ti mendon që ke të drejtën të shkelësh sovranitetin, do ta shohim. Kështu që do të kemi zhvillime të rëndësishme, unë e shoh qartë të punë, të qëndrojnë atje. E do ta kuptojnë mirë që dhe policët që janë përballë tyre janë pro tyre. Është hera parti do të thënë. Avokat, si e shikoni çastin e partive të vogla politike ndaj kësaj proteste? Për kë e ke fjalë? Flas për Arlin Qorrin, Agron Shehajn, Adriatik Lapaj, të cilat kanë qenë pjesë e kësaj proteste. Kush ishte Qorri? Po. Lapaj dhe Agron Shehaj. Lapaj? Në të se njoftë të fundi fare. Unë mendoj që këta nuk duhet të ndërhyjnë ke protestat, të paktën ta kuptojnë që ndërhyrja e tyre të jetë suport për ta forcuar dhe jo për të deformuar. Jemi në një moment të kohezioni, bashkimi dhe ta kuptojnë mirë që kjo protestë ka një shpirt tjetër. Ishte vetë Rama dhe arroganca e qeverisë së tij që organizoi të protestë, e motivoi. Pa motiv nuk ka protestë. Pa motiv bile nuk ka as krim, por nuk ka as shkputje nga kaluar, pa një motiv. Pra motivin e dha vetë arroganca e qeverisë që ka mbushur kupën në çdo fushë të jetës. Këta kishin mundësi të bashkoheshin në vitin e kaluar, para se të hyjnë zgjedhje, nuk u bashkuan, e kanë provuar në vete, tani mos mendojnë se janë të kaq domosdoshëm, ato fytyra të reja atje
vlen më shumë se gjithë në tjerët që llapin nëpër emisione dhe që atyre kur flet shpirti s'ka nevojë domethënë shumë çfarë themi ne si vlerësojmë ne. Ne bëjmë mirë të ta kuptojmë qartë. Ky moment historik nuk duhet humbur edhe të jemi shumë kujdesshëm. Unë vetë afrohem, i shoh atje, nuk i përzihem se dua ta lë në formën e vet origjinale. Pra ka edhe protesta të ekosistemin e vet, ku ku janë ato tamam ato pelikanët paqësor, ku këto sorët grabitqare duhet i rinë larg këtyre.